Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Mirë se vini në kuadrët e emisionit Sporton këtë në Radio Urban FM në 103.5. Si çdo vikend tjetër diskutojmë për sporte të ndryshme. E kësaj radhe do të flasim për sportin e handbollit. Janë çika tona të cilat do të jenë në një ndeshje shumë të rëndësishme në kuadrët e kualifikimeve për kampionatin botror dhe kemi një prej reprezentuesave tona, bëhet fjalë për Lorena Matarovën, e cila është pjesë e emisionit Sporton, me cilën do të diskutojmë pra për kombëtarën e Kosovës që ka një ndeshje ndaj Suedisë, që është jashtëzakonisht test i vështirë, e sigurisht që më së miri kam na tregu Lorena për çit eksperiencë që pritet me ndodh gjatë javës që po hym. Lorena, mirë se ke ardhur dhe faleminderit që je pjesë e emisionit. Faleminderit juve për ftesën. Besoj që një sen i mirë që sigurisht lidh ty është që për herë të parë ke marrë ftesë te kombëtarja e Kosovës, pas bëse një eksperiencë shumë të mirë që e ki te ekipi i handbollit Ferizaj. Çuçi ke prit ftesën, domethënë kuptimin edhe emocional edhe a ka qenë e pritshme duke ditë punën që e ke bu deri në ftesën që e ke marrë? Thënë drejtën po, e kam pritë se kam punu gjatë për qenë pjesë e përfaqësuesës. Natyrisht është emocion i madh se to i di që përfaqëson vendin, e sidomos që është hera e parë për mua që marr pjesë tek përfaqësuesja A, domethënë është emocion te i madh, sidomos duke pas parasysh me cilën kombëtare do të luajmë tash kundër Suedisë. Po, patjetër do të flasim për edhe për këtë pjesë. Lista vetë është bë publike ditën e hanë. Të dielën keni mu grumbullu, ka me qenë një grumbullim pak më ndryshe sepse domethënë atë pikën e parë takimit kam u bë në Suedi, sepse zakonisht ndodh ndoshta me pas pak trening në Kosovë, pastaj më nis. Domethënë të dielën të gjitha vajzat sepse jeni 5 nga Kosova dhe pjesa tjetër nga diaspora. Cilat janë pritshmëritë reale, në fakt e tham që është një kundërshtar tepër i vështirë, i fuqishëm edhe shumë tradicional, po çka mundi me nxjerr na si ekip kombëtar në këtë sfidë? Atëherë tu e pas parasysh që Suedia është fuqi botrore them në handball, si te femrat ashtu edhe tek meshkujt. Pritshmëritë mund të them që mund të tregojmë një lojë të mirë, kolektive, tregojmë ato çka di më së miri, tu e pas parasysh që janë një ekip super i mirë, por gjithsesi nuk bën të dorëzohemi, tregojmë atë që di më së miri. Pra, për me informu ata që na përcjellën, me datë 10 prill do të luhet ndaj Suedisë si mysafir dhe 3 ditë më pas e kemi sfidën kthyse këtu në kryeqytet. Do të ketë kohë Loren që çato ditë me u përgatit, domethënë të dielën po besoj që deri të vinë deri trajtohen të gjithë atje, i bie që me datën 7 relativisht ndoshta them 2 ditë mira për me stërvit. Ke pas edhe eksperiencë po më në grup mosha. Këtu besoj që flet ajo përvoja, domethënë kur grumbullohet se s'ka shumë, po më mendoj që më shumë taktikisht përgatiten. Absolut, unë mendoj që vajzat që janë përfaqësuese kryesisht janë që sa vite edhe është pak më e lehtë përveç se 3 që janë tashmë për herë të parë, po besoj që përvoja, siç e the, do të na ndihmoj, adim pak a shumë mos me pas atë far problemin edhe në mënyrë taktike pak më shumë me punu rreth asaj, po gjithsesi besoj që kemi me pas problem rreth kombinimit të tyre gjëra. Po du me fol pak për listën, siç e thash, janë 5 lojtarë që vijnë nga handbolli jonë edhe të tjerat që janë rritur ose janë zhvilluar në handbollin evropian. Që ky mix do me thonë qysh më nëshme për shumë kuptimin që ndoshta këto kolegët ose shoqet e juaj të ekipit vinë me një mentalitet tjetër edhe ju vini pak më ndryshe për shkak që sporti femror fatkeqësisht Lorena nuk është që ndoshta e merr hakun në vendin tonë. A shihen këto çato dallimet e juaja në kuptimin qysh ju trajtoni si sportiste edhe ato qysh janë jashtë? A mundin me i vrejt, do më thonë, në shëqim se s'besoj që edhe ju e lejoni edhe ato lejoni mu vrejt ato dallimet? Para ka aspekti, do me thonë, treningu, këto sene normal që dallojnë. Tu e pas parasysh kushtet cilat ushtrojmë ne në Kosovë dhe kushtet cilat ushtrojnë ato jashtë vendit. Do me thonë, në qëtë aspekt me thonë që ka pak dallim, gjithsesi përgatitja fizike, taktika se qysh luajmë, pra dallon edhe vendi prej vendit pak me taktikat e lojës cilat i kenë në handball, po gjithsesi kryesisht mendoj që
mirë, njëjtë, nuk është ndaj farë dallimi shumë i madh. Ajo çka besoj që është shumë e rëndësishme është paraqitja jonë, sidomos si vendas edhe po i bëjmë thirrje që qysh tash me ndo ditën ose datën 13 prill që me qenë në pallatin e rinisë, që kjo sa i motivon lojtarët kur janë pranë familjarëve, pranë tifozëve vendas, edhe këtu ndoshta mund me bë një paraqitje shumë më të mirë ndaj Suedisë. A pret edhe ti të njëjtën? Absolut, edhe unë mendoj ashtu, vetë edhe në për klube kur luj me krejto, ndikon kur luj në vendin po. Edhe ndikon është ai motivi ma ndryshe, sidomos me përfaqësu se kur pe përfaqëson vendin edhe krejt shtetas vinë me të shiku, është një ndjenjë krejt ndryshe edhe t'jep motiv gjithsesi. Po më intereson me ditë prej shtyre dy lojëve Lorenzi, thëmë kështu debutuse në kombëtar, cila ka me qenë që kjo eksperjenca që dënë me marrë dhe pastaj domethënë me fitu sigurisht edhe më shumë përvojë, normal që është çdo paraqitje për shtet është edhe krenari, po çka po pret që kemi fitu në aspektin sportiv? Një eksperiencë tre mas pari, debutimi jam i parë me përfaqësuesen, shpresoj që ka me konë i suksesshëm, po flas në aspektin personal, në aspekte tjera profesionale krejt, mendoj që ka me fitu një eksperiencë tre edhe ka me pa se qysh luhet handbolli botror në për krejt vendet, edhe mendoj që ka me fitu një eksperiencë shumë të mirë, se cilën aspekt po flas. Patjetër, sidomos kur përfaqëson edhe kur shkon me lujt me kundërshtar nivelit të nalt botror, edhe kur i sheh kundërshtarët, po besoj që mëson diçka edhe qysh rrin ndoshta edhe mbak. Mirë, po kalojmë pak te paraqitjet e tua me ekipin e Ferizajt, pra që thash në fillim, Lorena është pjesë e ekipit Ferizaj, klubit e handbollit Ferizaj, që garën në Super League. Tregona pak çush është ecuria, tash e keni këtë themi pauzën për shkak edhe të ndeshjeve. Çush është ecuria personale e Lorenës por edhe ekipit të Ferizajt? Fillimisht, unë kam pas një lëndim edhe jam kthy pas lëndimit, edhe me të vërtet kam punu kogja shumë që për mujt me marrë qatë ritmin që e kam pas para se mu lëndu, po kryesisht mirë. Kem me ekip, kem pak munges fond të lojtarëve, po gjithsesi jem tu mundu me dhanë maksimumin edhe ma të mire. Ne kemi vendin e dytë në tabel, kjo është të na motivu edhe ma shumë, jenim tu mundu me punu edhe me qu deri në fund punën tonë, pse jo edhe në fund mu kurorzu me dy titujt. Çka është diçka që diskutuam ndoshta para intervistës, qyteti Ferizajt është njohur edhe para luftës për cilësinë e handbollit. Ka njerëz që vinë dhe ju tregojnë për shembull gjeneratave të reja si ti, po edhe synë që nuk e dinë që para luftës ose edhe më herët një klub shumë i suksesshëm ka bërë gara në ligën e Jugosllavë atëherë, edhe vinë me tregu çat eksperiencë, sepse sigurisht kohë dallojnë, ka qenë shumë ndryshe në kohën kur ata kanë luajtur ose njerëz të afër handbollit që kanë kontribuar, edhe koha tash është krejt më ndryshe, është një jetë krejt më ndryshe. Ka kësi që vinë qëtë kuptim me ju motivu? Po ka pjesë që janë pjesë edhe e klubit, po ka edhe persona cilët janë dashamirës të handbollit edhe vinë konstant, janë pjesë e handbollit në Ferizaj. Po të e pas parasysh, natyrisht handbolli ka evolu kogja shumë them drejtën, po gjithsesi kur ndëgjon kësi fjalë të mira, e sidomos të e pas parasysh para lufte që ka borci i Ferizajit. Sigurisht është edhe privilegj, po edhe kur mirën këto informacione, besoj që një sportist që tamam ndjek ëndrrën për me qenë sportist edhe motivohet. Për ndryshe, hapa me pa tabelën, si ekip gjendën në vendin e dytë, që them, me 22 pikë, por që shpeshë me një ndeshje ma pak të zhvillum. Të pak të që shpeshë si Stogu. Stogu që është një ekip të konkurenca e femrave që në vitet e fundit është duke fitu shpesh titullin e kampion. Diçka tjetër që është interesant, kemi pa që në sportin e femrave së fundit, në gjitha sportet, po flasim për handbollin respektivisht, po vinë lojtare të huaja të ndryshme nga vende të ndryshme. Që kjo sa po e bën themi ligën konkurruese mes ekipeve tjera, ndoshta këtu po e shohim që janë 3 ekipe që mujnë me luftu realisht për titull, sepse është edhe Sa Madrezha në vendin e tretë me 20 pikë, jo ndoshta shumë larg Juve për mi u bë presion në vendin e dytë, por gjithsesi po shohim konkurrencë mes 3 ekipeve realisht. Po përforcimet që po vinë sa po janë kualitative, Lorin. Po flasim tash përgjithësi edhe për ekipin tënd, po edhe në përgjithësi. Them drejtën, në rregull, po ka efekt kjo farë puna e përforcimeve, po mendoj që po e ul kualitetin vendor. Për arsye se
nuk po merren më me lojtare vendore, synimi po është, si me thonë, qaty për me fitu qatë titull, edhe masanej po këshyrë për sezonën tjetër prap me marrë përforcime të reja. Po menoj që është ma mirë me punu me lojtare vendore, lojtare të reja, cilat mendoj edhe sigurt që mund mi pas edhe një 5-6 vjetë të ardhshme. Do me thonë, ju me mendu qaty për fitoj titullin edhe me lon. Për që të arsye edhe liga nuk është qaq konkuruse, po. Për që të arsye mendoj që dhëtë me punu me gjenerata të reja, me lojtare vendore, cilin me po ligën sa ma të fort edhe pse jo me pas lojtare vendore ma shumë se mu fokusu të lojtare tjera me marrë përforcim. Edhe ma lirë në kuptimin financiar i kalojnë klubet kur e prodhon vetë një lojtare. Pa mungon edhe vullneti Lorena, do me thonë për shembull përkundër përforcimeve ose konkurrencës që e ki në pozitë, ki paraqitje, luan, një prej lojtarëve kryesore, je pjesë e kombëtarës, pa mungon edhe që ky vullneti tek lojtarët, apo ndoshta krejt që të ndërlidhen që edhe nuk munden që shtam me jetu ndoshta pi sport, edhe vjen një moment dorëzon edhe e luajnë karrierën. Absolut, unë mendoj që ndikojnë shumë faktorë rreth kësajna. Po sigurisht pikëspari kur nuk e ki financimin që shdohet, sponsorat e krejt to, normal që ndikojnë edhe në vetë mendoj psiqikën e lojtarit, natyrisht, sepse vjen një kohë si që the dhe do të me lanë, se nuk mundesh mu mbajt prej sportit. Po gjithsesi mendoj që do të mi bo thirrje shumë sponsorav, me punu me lojtare dhe krejt që to e binë deri në një pikë shumë atë mirë, mendoj ligën në Kosovë, në handball edhe mendoj që në përgjithësi. Sara kam mysafire së sportiste femra, gjithmonë e marr shembullin që deri më sot, sa po flasim, sportistet femra janë më të suksesshme këtij vendi, duke nisë nga judo, nga boksi dhe sportet e tjera, kështu që shembuj kanë sa dush, po vetë se do të pak me i orientu se deri tash, edhe pse mas shumë të harxhohet tek mashkujt, rezultate kulmore, hala s'kena mri me i bë çfarë do. Mirë, sa i përket edhe këtij sezoni, sa kanë bërë deri në përfundimin e sezonit të rregullt para se me dalin play-off, se s'po më të gjitha informatat. Kryesisht 2 lojë, maksimumi 3 edhe vazhdojmë në play-off, lojët për kupë. Okej, deri në fund ndoshta të majit përfundon sezoni. Po, besoj po. Mirë, mbeta kështu si bash me pyet në ndeshjet që i luni si vendas, a ka përkraje, sepse në qytetin e Ferizajt, në Super League, përveç Juve si sport, është edhe futbolli, edhe di që kanë pasion shumë të madh në përgjithësi qytetarët e Ferizajt për sportin, pra është edhe handbolli, voleybolli edhe futbolli. A vin shikues pasi që sallë, edhe pse ndoshta mund me qenë ftoft, prapë janë kushte më të mira se sa në stadium, sidomos kur është kohë e keqe. Vin, nuk mëj me thonë që zvin, po ashtu pritshmëri qysh janë, dhe me thonë nuk ka shikus, edhe nuk i la fajt them drejten se tu e pas parasysh edhe liga në Kosovë, zakonisht nuk po janë krejt lojt derbi, po, edhe për qëtë arsye nuk po tërhek, normal që kur është një loj ma e fort edhe që me thonë të knaqe edhe për me këqyr, po nuk po ka, lojat jenë pak si ma dopta edhe normal që mandej nuk ka edhe shikus edhe pritojnë për medalë them drejten. Normalisht që këtë ndërlidhet kur ka rivalitet. Edhe kur ka loj derbi, për shembull me Istogun, Vushtre, Samadrejgj, edhe kur është derbi lokal me Kastriotin, ka pak ma shumë shikus, normal se loj ma derbi, po kështu në përgjithësi jo edhe aq, po ju kisha bo thirrje adin sa ma shumë me ardhë pse jo, është mirë edhe Ma mirë marrë me po një ndeshën vikend se son është ta me nejtë në shpe kur s'jetë shvizu ditën që shdojt pse jo mos marrë me po një ndeshje në palesër. Absolut, nashta ka edhe 3 fëmijë, qika 3, djem 3, edhe nashta në basë qasaj të e po lojën, si aktivitet mujnë me pëlqy edhe me ardhë mu afru, pse jo? E përmende lëndimin, tregona pak te pjesa e lëndimit, çka është një sen shumë e rëndësishme të sportistat, është pikërisht kjo pjesa mentale që e kalojnë, edhe a kanë më kthy njëjt, kanë sigurisht një farë pikpyetje në mendje, tregona mas pari llojin e lëndimit edhe çu e kalu çit pjesën mentale, se sigurisht ke marr them kështu llafe të shtëpis, mos shko mo e ke bu këto, të ka ndodhur kjo, merr me diçka, që është pjesa besoj më kryesore të krejt sportistat. Unë kam pas frakturë të nyjes, edhe më ka marrë dikun një 8 muaj jam kon out prej fushës, po. Është
është tirë. Pjesa operacionit me thonë është nashta më e lehta. Rikuperimi. Po, rikuperimi është me të vërtet i zërt. Është pjesa psiqike, fizike, do të me punu me të vërtet shumë. Unë e falenderoj fizioterapeutin nëse më jepet mundësia e vjen me qiku kiqi për punën e jashtëzakonshme që e ka bërë dhe ka mujt më kthy mënyrën më të mirë. Për sa i përket për krajës në këtë rast, më me thonë që familjen e kam për krasin kryesore dhe më kanë ndihmu kogja shumë këtë pjesën e kthimit. Po gjithsesi do të mendoj që është pak zër për secilin sportist më kthy ashta në formën më të mirë se që shukon. Është edhe ajo pak pjesa e frikës, mos po ndodh prap. Po gjithsesi e falenderoj Zotin që më ka dhënë mundësi më kthy prap njëjtë mënyrën para se më lëndu. Edhe më fort. Valla po, edhe reprezentuese. Edhe reprezentuese, kështu që kjo është arsyeja pse pyeta se shumë sportistë kur ju ndodh një gjë e tillë, ndoshta edhe luajnë karrierën edhe nuk kthehen kurr qysh kanë qenë, domethënë sidomos pas lëndimeve të llojit të vështirë. Diçka tjetër që është interesant dhe që diskutojmë pak a shumë si sportiste konkretisht në handball. A mundet një sportiste që është edhe reprezentuese e Kosovës me kushtet që ofron në vendin tonë, pa marrë parasysh se në klub je. Domethënë me u marr 100% me sport edhe mos me pas gale ose barra financiare në kuptimin që sepse ti dush më ushqy mirë, dush më pushu, dush më pas ekstra ushtrime në fitness etj. Pra, a mundet një sportiste si Lorena me çdo kushte me jetu si sportiste? Tham drejtën është shumë vështirë. Pra po më bje me përmend pa për krajën e familjes, besoj që nuk isha mujt më rri këtë sene. Normal është puna ushqimit, treningu jashtë sallës që e bën me ekip, fitnessi, këtë sene me të vërtet kushtojnë, por është me të vërtet zër me avancu si lojtare me kushtet që janë në Kosovë, me pagesa, me ushtrime, me krejt këto është me të vërtet problem. Çush është rutina e Lorenës? Po flasim domethënë një ditë kur e keni gjatë kampionatit, pezojmë është loja të shtunën ose dielën. Çush është rutina e Lorenës gjatë javës deri para ndeshjes? Rutina jam është veç me ushtru të them drejtën. Ne kam para dite do me thonë kem trening me ekip, mas asaj pushoj pak edhe kam me shku në fitness, do me thonë çdo ditë unë kam ka 2 herë ditë trening, por jo me përkushtu me me thonë 100% rreth sportit, si që thash, dita jam është veç me sport, ushtrime. Kështu që po menoj që kem ka nimu për me avansu me mri deri po menoj që të ku jam tash. Përkushtimi sigurisht e bën ato të vetën, po me këtë pjesën edhe të ushtrimeve, po gjithçka që ka ndërlidhet me sportin e handbollit, qysh u inkuadrove në sportin e handbollit, sepse zakonisht vajzat zgjedhin sportin e voleybollit për shkak që s'ka kontakt, sepse pyetjen e fundit kam ndërlidhet pikërisht për pjesën e sportit, se duket që është pak i vrazhd edhe pse është jashtëzakonisht atraktiv, po qysh u inkuadrove në sportin e handbollit? Halla ja mas pari ka lujt në handball para luftës, dhe me thonë, edhe e kom pas paka shumë parasysh këtë farë pjesën, po s'është që dhe më ka tërhek, tham drejten. Ka pas disa gara me shkolla cilat i ka organizu klubi handbollit Prishtina, edhe kom marrë pjesë, dhe me thonë, jem ka në klasën e 6-11, edhe prej atëherë klubi Prishtina i ka marrë disa lojtare, i ka grumbullu ma të mira të them, po, edhe prej atëherë mirëna konstant me handball. Do me thonë, në fillim mu ka doke edhe mu pak i vrasht, kështu po prap tërheke, kështu që prej atëherë jam prej klasës 6, prej 11 vjet jam me handball. Me handballin, okej. Që thash që për shkak edhe të vrashtësisë, do me thonë dueleve, edhe pse nuk ka që ma shpesh ndodhen ndoshta lëndimet vet ose pa pasur ndonjë kontakt shumë të madh. Çka ju thot Lorena krejt audiencës tonë, një prindi, një vllau, motre, për me shku të pak në herë me provu handballin, cilat janë që ato benefitet normal me çdo sport që mirë është një benefit shumë i mirë si në aspektin fizik, ashtu psiqik, po në aspektin pak që me u bë më interesant, çka ju thu një qike një djali që na ngujnë. Deri tash e tham pak si pak kushtet keqe krejt, po kryesisht sporti është shumë i mirë, pse jo me marr pjesë në handball kryesisht, tu e pas parasysh
grup moshat e reja, arritjet si te vajzat edhe si te djemt, që kanë arrit me shku në kampionate botërore, pse jo mos me qenë një ri që vjen në handball me qenë pjesë e përfaqësuesës, edhe me mbri në aspektin personal edhe profesional, tu e përfaqësu venin në mënyrën më të mirë, pse jo edhe veten. Me pas parasysh si në futboll, si në handball që po marrin pjesë në për ekipe më të mëdha botërore, pse jo edhe një ri prej Kosovës me marr pjesë në për ekipet më të mira. Të ndodhet. Mire, cila është ëndra e Lorenës, po flasim hajde mas 3-4 vjete, a ka në synim i cili nëse s'munët bashkë qaj mu realizu që përafrohet që asaj që ti kisha pas qef me arrit në sport? Them drejtën, gjithë kom pas qef prej momenti që ja kom fillu me lujt, me marr pjesë në për ekipet më të mira në botë, them, si çdo i ri. Pse jo? Besojnë vetin potencialin tam që mëj me mrit me shku në një ekip ma profesional, tu e pas parasysh ligat në përbot në handball që jënë bo këgja të forta, edhe pse jo edhe ne mos me qenë njëra ndër to. Shpresoj që me vazhdu këtë rrugtimin tënë, sidomos me përkushtimin, me punën që e bën, edhe nuk ka asgjë që s'mundet me realizu, sidomos kur vetës javnën synimet edhe pikat. Loreni, nëse ka diçka që s'kom pyet edhe ndoshta don me nda me neve, ka mujt ndoshta mi harru çdo pyetje të shtira që kom pas. Besoj që i tham krejt, faleminderit. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi, ju uroj sukses në grumbullime, shpresoj që të shkojë gjithçka mirë, ka shumë e rëndësishme mos të ketë lëndime, të riktheheni në Prishtinë, të vim t'ju shikojmë me datën 13, t'ju japim përkraje sado që mundemi, sepse duam edhe me pranu realitetin e kundërshtarët që është një kundërshtar shumë më serioz, më tradicional në sportin e handbollit, por çdo ndeshje ka përvojën e vet, edhe për ty po besoj që ka më qenë një përvojë shumë e mirë për shkak që kemi qenë për herë të parë në kombëtarin e Kosovës, edhe shpresoj që me pas shumë paraqitje për ekipin ton, shumë suksesshme edhe me të pa aty ku edhe ti vet ki dëshirë. Faleminderit shumë. Ishim me Lorena Matarovën, reprezentuese në Kosovës në handball, e cila së bashku me vajzat shoqe të tjera të ekipit kombëtar të Kosovës do të zhvillojnë 2 ndeshje ndaj Suedis, që do të zhvillohen me datë 10 dhe 13 prill, e po ashtu përveç se diskutuan për ekipin e Kosovës, folëm për karrierën e saj tek ekipi Ferizaj. Ka se përket kësaj interviste takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.